Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Është mirë dhe gjithmonë e thekson kisha, leximin e shkrimit të shenjtë. Nuk ka kuptim një ditë të nis pa një lutje të shkurtër në mëngjes dhe pa lexuar pjesën e shkrimit të shenjtë. Është një gjykim, është një dënim për gjithë ata që kanë mundësi të lexojnë dhe nuk e bëjnë këtë kur e fillojnë ditën duke lexuar gazetën, duke parë lajmet, e tjera kohë të kota dhe nuk ulen 5 minuta të lexojnë ose të dëgjojnë fjalën e Zotit. Fjala e Zotit është dritë për këmbët tona. Jemi në një botë errësire mëkati. Dhe ne nuk mund të ecim dot në këtë botë pa fjalën e Zotit, që na ndriçon rrugën për mos rënë, për mos gabuar, për mos shkuar në humner, ashtu si shkon ky brez mëkatar. Le të lexojmë pak dhe të themi disa gjëra çfarë Apostulli Pavli i drejton Timotheut, birit dhe bashkëpunëtorit të tij shpirtëror. Ti pra birin forcohu me hirin që është në Krishtin Isu. Dhe atë që dëgjove nga unë përpara shumë dëshmimtarve, jepo a njerëzve besnik që do të jenë të aftë mësojnë dhe tjerët. Apostulli Pavli jep një testament. Ai e kishte mbaruar veprën e tij apostolike, ishte i burgosur në Rom dhe priste dënimin. Por ai lë testament tek biri i tij, Timotheu. Çfarë i thot? Biri im, thot, forcohu në hirin që është në Krishtin Jezu. Nuk i thot forcohu në fuqi toksore, dinakri, pasuri, gjëra që i ka bota, që mendon se mund t'ja dalin ban. Forcohu në hir. Çfarë është hiri? Fuqia e Zotit, energjitë e Zotit, që janë të pakrijuara, që dërgohen nga Ati me anë të birit nëpërmjet Shpirtit Shenjtë. Dhe ato çfarë Apostulli Pavli i thot Timotheut na thot dhe neve. Kemi nevojë jo për pasuri, jo për fuqi, jo për dituri e dinakrit të kësaj bote. Kemi nevojë për fuqinë e Zotit, për hirin e Zotit. Ky është qëllimi i të qenë një besimtar, të mbushet me Shpirtin e Shenjtë. Kjo është fuqia që e mund çdo të keqe, hiri i Zotit. Dhe gjej njerëz të tjerë, siç të gjeta unë ty, thot Apostulli Pavli, duke mësuar ato çfarë të mësova, që të mësojnë dhe të tjerët. Është detyrim shpirtëror, që jo vetëm ne si klerik dhe laik që shërbejmë në kish, duhet ta mësojmë fjalën e Zotit, por edhe juve si besimtar që vini këtu, ju jeni në një shkollë, ju dëgjonin fjalën e Zotit, interpretimin e fjalës e Zotit dhe mësojeni, por jo vetëm për vete, duhet të mësoni të tjerët, duke filluar që nga familja, prindrit, fëmijët njëri tjetrit, miqt të afërmit. Dhe kështu fjala e Zotit përhapet. Është mëkat që fjalën e Zotit ta mbash vetëm për vete. Nuk është besimi vetëm për veten tënde. Besimi është ta përhapësh, sepse besimi është një pasuri e cila në qoftë se ai nuk vihet në veprim humbet. Prandaj duhet të gjejmë edhe njerëz të tjerë që të kenë dëshirë si ne ta dëgjojnë fjalën e Zotit, por ta përhapin. Ti pra duro pjesën tënde të vuajtjeve si një ushtar i mirë i Isu Krishtit. Se asnjë nga ata që shkojnë ushtar nuk ngatrohen me punët e jetës, po t'i pëlqejnë atij që i mori ushtar. Tashmë Apostulli Pavli thot ti Timothe, ne të krishterët jemi ushtar. Nuk jemi fëmijë thjesht që vim të në kish të argëtohemi. Jemi ushtar të Isu Krishtit. Jemi të armatosur me armët e Perëndis. Jemi të armatosur me fjalën e Zotit, me të vërtetën e Zotit, me fuqinë e Zotit, me durimin, me përulësinë, me dashurinë, edhe ndaj armikut. Ky është armatimi ynë. Dhe neve jemi ushtar që luftojmë. Kundër kujt luftojmë ne? Kundër njerëzve? Jo. Ne nuk luftojmë kundër njeriu, se njeriu shikon e Perëndis. Ne luftojmë kundër armikut të Zotit dhe njeriu, kundër djallit, kundër demonëve, kundër pasioneve, kundër mëkateve, kundër dobësive. Është luftë të dashur krishterë,
Qofse ju quheni të krishterë dhe nuk ndjeni luftë, atëherë jeni të zënë rob. Nuk keni luftë, dhe kur s'keni luftë, s'keni as fitore. Prandaj jemi ushtar. Dhe vazhdon apostulli dhe thotë, sepse asnjë nga ata që shkojnë ushtar nuk ngatrohen me punët e jetës që t'i pëlqejnë atij që mori ushtar. Ushtari bën atë çfarë i thotë generali. Kështu edhe neve bëjmë atë çfarë na thotë Zoti. Ai është generali ynë. Dhe çfarë na thotë kisha. Këtu jemi rekrutuar si në një ushtri që të luftojmë armiqt tan të përbashkët, që është mëkati, është djalli, është dhe bota e mëkatit. Dhe vazhdon, po ashtu nëse dikun mesh pjesë në një garë, nuk kurorzohet, po të mos ketë luftuar sipas rregullave. Tashmë apostulli Pavli thotë, ju jeni atlet. Ne jemi në një garë. Kjo garë ka filluar kur u pagëzuam. Nga dita e pagëzimit deri në fund të jetës, pra në ditën e vdekjes, në frymën e fundit, jemi duke garuar, duke vrapuar drejt Zotit. Dhe duhet garojmë sipas rregullave. Jo të garojmë sipas mendjes sonë. Duhet zbatojmë ligjin e Zotit, që të çojmë garën deri në fund, por dhe në fund Zotit na kurorzoi si njerëz që garuam drejt dhe quam garën deri në fund. Prandaj themi të kemi një fund të krishterë. Nuk është e rëndësishme fillimi, as mesi, fundi. Prandaj kur shikojmë që mosha ikën dhe po i afrohemi kohës së fundit, duhet ta shtojmë përpjekjen. Dhe kjo është arsyeja që dhe mosha e tretë vjen shumë në kish, sepse e ndjen atë se po afrohet finishi. Por duhet ta nisim garën që në fillim, ta vazhdojmë mirë dhe ta përfundojmë mirë. Vazhdon dhe thotë dhe një tjetër figurë. Bujku që mundohet duhet i marri i pari pjesën në frutave. Mendo ato që të them, sepse Zoti do t'jap mend për gjitha. Apostulli Pavli i thotë Timotheut, je dhe si bujk. Ne jemi si bujku që kujdesemi për arën. Kush është ara? Shpirti ynë. Atje është mbjellur fara e Zotit, nëpërmjet fjalës, nëpërmjet ungjillit. Dhe ajo duhet të rritet, të zhvillohet, të bëhet një pemë, të mbushet me frytet e Shpirtit të Shenjtë. Kjo është kujdesi ynë, por ashtu si ai bujku që edhe atë farën dhe ai nuk bin me njerë, nuk rritet me njerë, po do durim, do përkushtim. Kështu edhe neve rritemi tek Zoti çdo ditë me durim dhe me përkushtim, me asketizëm, me kreshmim e me të gjitha misteret e kishës. Të dashur të krishterë, pra shikoni çfarë na ka thirrur Zoti. Të jemi ushtar, na ka thirrur Zoti të jemi atlet, na ka thirrur Zoti të jemi buqër. Dhe fjala e Perëndis, thot apostulli Pavli në fund, nuk mund të lidhet. Ai ishte në burg, por ai e thoshte fjalën e Zotit. Dhe unë vuaj, thot apostulli, që nëpërmjet vuajtjes time të shpotojnë dhe tjerët. Tani edhe të flasim për diçka tjetër. Vuajtja që neve kalojmë në këtë jetë nuk është vetëm për shkak të mëkateve tona. Shumica vjen për shkak të mëkateve tona, po ka dhe vuajtje që cilat ne i vuajmë për të tjerët. Prindrit vuajnë për fëmijët, që fëmijët t'u falet mëkati të shërohen. Vuajmë për të afërmin, vuajmë për botën. Ne të krishterët vuajmë pa drejtësira. Pse? Që të shpëtoj bota. Kjo tregohet tek martirët. Sot ne kujtojmë një martir shumë të dëgjuar, Shën Aralambi, i cili ishte një moshë shumë të madhe, 107 vjeç. Edhe u thirr të martirizohet për Krishtin. Duroi tortura si një djalë i ri. Dhe më në fund i pren kokën. Është martiri me moshën më të madhe. Ne kemi edhe martirin me moshën më të vogël, dhe 3 vjeçe, por Shën Aralambi është në moshën më të madhe. Që Perëndia na jep fuqi të durojmë deri në fund dhe të martirizohemi për Krishtin. Çfarë është martirizimi në fillim? Jo vetëm duhet na presin kokën, por duhet martirizojmë mëkatet, pasionet dhe të dëshmojmë për Krishtin. Kjo ndoshta do na krijojë dhe kundërshti, do na shajnë, do na ofendojnë, madje do na mallkojnë, madje dhe do na vrasin. Po duhet marrim shembullin e martirëve dhe të Krishtit, që është martiri i parë. Dhe gjaku i martirëve bashkohet me gjakun e Krishtit që të prapet besimi. Sot jemi mbledhur për Shën Aralambin, sepse u martirizua Shën Aralambi dhe ka tërhequr njerëz në shekuj, jo vetëm te vetja, por i çon te Krishti. Këtë duhet bëjmë edhe neve. Të kemi frymë martire, sidomos në këtë kohë të ligë, të dëshmojmë për Krishtin, ndoshta edhe me jetën tonë, që kështu të lavdërohemi me Zotin dhe martirët. Amin.